Nisma Shqipëria bëhet është partia e tretë për nga mbështetja popullore në Shqipëri. Ajo mori rreth 50.000 vota brenda vendit dhe mbi 64.000 vota në total, duke marrë kështu rreth 4% të totalit të votave të hedhura në zgjedhjet e 11 majit. Në veçanti, rezultati i saj në votën nga jashtëvendit që vërtet i jashtëzakonshëm. Ajo mori rreth 7,4% të votës së diasporës shqiptare. Nisma Shqipëria bëhet siguroi vetëm një mandat në qarkun e Tiranës, por ajo ju ofrua shumë një mandati tjetër në Fier, të cilin nuk e mori vetëm për 518 vota. Në Fier, Nisma Shqipëria bëhet mori 9.210 vota ose 5,1% të totalit. Një rezultat fantastik. Ajo ju ofrua mandatit edhe në Vlorë, të cilin nuk e mori për vetëm 906 vota. Edhe në Vlorë, ajo arriti një rezultat shumë të lartë, mori 5,9% të totalit ose 6.267 vota. Në 10 qarqe, Nisma Shqipëria bëhet mori mbi 3% të votës popullore, nga 3% në qarkun e Durrësit deri në 7,2% në qarkun e Beratit. Nuk ka dyshim se kjo parti ka shënuar një fillim të jashtëzakonshëm politik. Çështja tani shtrohet. A do të mund të ruajë ajo mbështetjen që fitoi dhe ta forcojë atë në të ardhmen?